Rikthimi në vendlindje mbetet për herë i veçantë për këngëtaren shkodrane Fatjeta Barbullushi. Sa herë ndodhet në Shkodër, ajo përjeton emocione të veçanta, të lidhura me qytetin dhe publikun që e ka shoqëruar ndër vite. Kam një jetë shumë të mirë në Zvicër që e kam konsolidu me profesion, me familje, me rreth shoqënor. Mirë po, kur kthehem Shkodër, është kujtesa e ardhjes teme në këtë botë. Unë këtu kam linë edhe të paktën unë kështu vazhdoj me perceptu dhe kam atë bindjen intime që nuk e kam nërshu hala, që vetëm këtu nihem e plotësume 100%. Një nga kujtimet më të bukura për këngëtare mbetet koncerti recitali mbajtur në vitin 2024 në Teatrin Migjeni, edhe pse kanë kaluar 2 vite, Barbullushi tregon se emocionet e asaj mbrëmje vazhdojnë të jenë të gjalla. Publiku më ka prit shumë mirë, ishte domethënë ky ritakimi, rikthimi jem, edhe për me më dhanë ma tepër shpresë që pavarësisht se si mund ta mendoj unë vedin sot, a kam hup shumë që e kam lanë Shkodrën edhe Shqipnin apo jo, kthimi tek publiku më tregoj që unë nuk kisha hup realisht, por kisha fitu në kohë. Ndërkohë, këngëtarja vijon punën në krijimtarinë e saj artistike. Ajo tregon se është duke përgatitur projekte të reja, të cilat pritet t'ia prezantojë së shpejti publikut. Me një karrierë të lidhur ngushtë me muzikën dhe Shkodrën, Fatjeta Barbullushi vijon të ruajë një raport të veçantë me vendlindjen, ndërsa paralajmëron të tjera projekte në rrugtimin e saj artistik.